Qyteti i Kavajës u kthye në një qendër të inovacionit me zhvillimin e Kavaja Code Fest, një festival i parë i këtij lloji që bashkoi nxënës, prindër, mësues dhe profesionistë të teknologjisë në një garë idesh dhe projektesh digjitale. Nisma sjell në Shqipëri nga Innovation Academy në Kosovë, drejtuar nga Ensar Bajrami dhe Fatbarda Dallku, ndërsa në Kavaj organizimi u drejtua nga drejtoresha Valbona Karkini Mustafa. Në këtë aktivitet morën pjesë 80 nxënës me 33 projekte, të cilat varionin nga aplikacione edukative, faqe interneti, robotik dhe deri te inteligjenca artificiale. Për të ndjekur nga afër këtë risi në qytetin e Kavajës, ishte edhe nënkryetari i Bashkisë Kavaj, zoti Genci Gjylsheni, i cili nuk e fsheu këtë kënaqësi të veçantë për këtë festival. Ai tha se ky aktivitet është një risi për qytetin dhe se Bashkia e Kavajës do të mbështesë këto aktivitete. Code Fest Kavaja, e cila bëhet për herë të parë në qytetin tonë, është një risi e re. Falenderoj shumë organizatorët që janë marrë me këtë festival kaq të bukur, ku këto fëmijë të mrekullueshëm kanë bërë dhe bëjnë gjatë gjithë kohës prezantimin e ideve dhe konceptimin e mënyrës së tyre për të sjellë sa më shumë risi për sa i përket momentit aktual që ndodhet pra shoqëria njerëzore. Dhe kjo është një zbulim shumë i bukur dhe jemi shumë krenar për këto fëmijë që kaq bukur kanë arritë bëjnë gjithë to kompozimet e tyre dhe të na i servirin ne si qytetarë. Është risi e veçantë dhe do ta mbështesim maksimalisht Bashkia e Kavajës me sa mundet, do të mbështesim këto lloj aktivitete që i përkasin, pra domethënë dhe i shërbejnë këtij qyteti që gjithkohon kërkon gjëra të reja. Dhe meritojmë sinqerisht që këto aktivitete të jenë edhe më të shpeshta, edhe më të bukura se kaq. Ensar Bajrami, njëri nga organizatorët kryesor, tha se ky festival ka për qëllim prezantimin e projekteve inovative të nxënësve. Fëmijët nga Shqipëria dhe Kosova janë të barabartë me bashkëmoshatarët kudo në botë. Ai ftoi qytetarët e Kavajës të vizitojnë festivalin dhe të bëjnë pjesë e së ardhmes së fëmijëve të tyre. Sot në qytetin e bukur të Kavajës kemi organizu festivalin më të madh të kodimit dhe të teknologjisë, i cili quhet Kavaja Code Fest. Fillimisht falenderoj gjithë prindrit, nxënësit dhe Bashkinë e Kavajës për mbështetjen e fuqishme që na kanë dhënë për realizimin e këtij festivali. Pra festivali Kavaja Code Fest është një aktivitet, një festival i cili ka si përsynim prezantimin e projekteve inovative të cilat i kanë krijuar nxënësit e mrekullueshëm të Kavajës. Unë gjithmonë e them që fëmijët nga Shqipëria, nga Kosova, jo vetëm që janë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre kudo në botë, por nganjëherë janë edhe më të mirë. Krejt çfarë duhet është njerëz, prindër, edhe një vend ku ata shprehin kreativitetin edhe talentin e tyre dhe njerëz të cilët i mbështesin. Pra këtu kemi projekte të ndryshme duke filluar nga kodimi, nga robotika, nga inteligjenca artificiale që është domethënë në kulmin e zhvillimit e gjithçka nga teknologjia dhe inovacioni. Kështu që i ftoj të gjithë qytetarët e Kavajës që të vinë dhe ta vizitojnë këtë festival dhe t'i përkrahin këta fëmijë të mrekullueshëm. Okej, patjetër. Fillimisht do doja një prezantim të shkurtër, pak a shumë si mund ta kuptoj publiku i thjesht këtë aktivitet që është zhvilluar. Pra, dikush që nuk e di se çfarë është teknologjia apo çfarë është inteligjenca artificiale. Po gjithë këta fëmijë vijojnë mësimet në Yes Innovation Academy në Kavaj dhe mësimi i cili është zhvilluar gjatë gjithë vitit, këta fëmijë kanë ardhur me një projekt real. Pra dikush ka krijuar një robot përmes të cilit është munduar që me zgjidh një problem real të qytetit të Kavajës. Për shembull, kemi një website i cili quhet Visit Kavaja. E dim që Kavaja është një vend turistik edhe përmes këtij website ata po mundojnë që të përçojnë mesazhin te turistët që të gjejnë më lehtë ato vendet më të mira që janë të Kavajës, duke filluar nga plazhet, nga monumentet historike dhe gjithçka tjetër. Kemi edhe inteligjencën artificiale e cila përveç se po na lehtëson punën, po na ndihmon shumë edhe në punët e përditshme, mirë po edhe është një diçka e cila duhet me mësu, është e kohës dhe nxënësit prej kësaj moshe duhet me mësu. Pra është e thënë që nxënësit prej moshës të vegjël nëse mësojnë kodimin, atëherë bëhen më të mire edhe në lëndët e tjera, sidomos ka shkencat, se përveç kodimit këtu ka pak edhe matematikë edhe shkencat të tjera, kështu që është diçka që e zhvillon shumë logjikën. Atëherë, platforma me cilën fëmijët janë marrë që kanë krijuar më së shumti këto projekte, thatë që përfshinte robotikën, teknologjinë, inteligjencën artificiale, a janë këto kode që fëmijët kanë krijuar vetë
të vetë krijuar apo ka dhe pak ndihmë nga pjesa e aplikacionit që është i parapërgatitur vetëm për fëmijët, enkas për fëmijët pra? Po, ne jemi të licencuar, të akredituar nga platforma e kodit, e cila është një platformë amerikane, ku platforma e kodit është në për shkolla publike në Amerikë, edhe atë e kemi sjellë edhe në Kavaj edhe në Kosovë, pra mësojnë nga ajo platformi, por këto krijime janë e gjitha burojnë nga thellësia dhe nga kreativiteti i fëmijëve, janë të gjitha krijimet e tyre. Normalisht këta janë të mentoruar nga profesionistë të jashtëzakonshëm të Kavajës, të cilët kanë përfunduar studimet në këtë drejtim dhe janë bashku nismës sonë. Ndërsa Fatbarta Dallku, gjithashtu njëra nga organizatorët kryesore, u shpreh për drita televizion në lidhje me vështirësitë teknike të projektit, puna deri në orët e vona, por sipas saj gjithçka u realizua. Ajo u shpreh se kjo është një nismë e bukur dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm të kemi edhe më shumë mbështetje. Fillimisht faleminderit shumë që jeni sot me ne këtu. Është një ngjarje e madhe që po zhvillohet këtu, thuajse gjithë Kavaja është me ne dhe gëzohemi shumë. E vërteta është që kemi pas vështirësi teknike, mbrëm deri në ora 10, mbrëm ashtu kemi punu, me printime, me kablo, me çdo gjë kemi realizu vetë. Do të ishte një ndihmëse e madhe sikur do të na bashkohej dikush, kush do të jetë, të na ndihmoj pak që këto ti kishim bërë bashkarisht, po ky themi është viti i parë, është një nismë e bukur dhe shpresoj që vitin e ardhshëm në Kavaja Kod 2027 do të kemi edhe investitor. E mira çfarë është që kemi pas edhe sponsor që na bashku biznese private dhe kanë sjellë sa do pak lek që kam për fëmijët, që ne i kemi të gjitha ato lek që na i kanë sjellë, do t'i sponsorojmë për fëmijët. Vështirësi ka, po kur ndodhin gjëra të bukura dhe në përfundim kur ka dalë aq bukur, gjitha harrohen. A mendoni si qyteti i Kavajës do ta ketë kapacitetin që të ketë një vijshmëri të këtij projekti? Patjetër që po, ne duam shumë Kavajën, them të drejtën unë e dashuroj këtë vend, arsyeja pse më pëlqen është se buzë detit është, i ka gjitha të mirat. Dhe ne çka duam është që rinin ta kemi këtu në Kavaj, mos ta liroj këtë vend, ti përkrahim të jemi, sepse ata janë e ardhmja. Nëse ne nuk i përkrahim ata, gjithë të rriturit do ecim, do mbesin fëmijët, kështu që të bashkojmë forcat, prindër, institucione, gjithë të përkrahim fëmijët në këtë nismë që e kemi. Unë gëzohem shumë dhe ju falenderoj që jeni me neve sot dhe na përkrahni këtë nismë tonën. Po ashtu edhe organizatorja e palës së qytetit të Kavajës, zonja Valbona Karkini Mustafa, shprehu kënaqësitë për pjesëmarrjen që sipas saj ka qenë jashtëzakonshme më shumë se sa imagjinonim. Prindër dhe fëmijë kanë mbushur ambientet. Ky është vetëm fillimi i një projekti të suksesshëm, u shpreh ajo. Unë ju falenderoj për praninë tuaj këtu si media. Dhe do të thoja që para 28 viteve ne sollëm International Language Center në qytetin e Kavajës. E para shkollë e mësimit gjuhëve të huaja në Kavaj. Duke patur dhe arritur suksese dhe rezultate shumë të mira të nxënësve në provimet ndërkombëtare, një kompani Innovation Academy nga Kosova shikon në rrjetet sociale suksesin e kompanisë tonë, e shkollës tonë, edhe na kërkon bashkëpunimin që t'jemi partner të suksesshëm edhe në fushën e teknologjisë. E prita me shumë kënaqësi ftesën e tyre, ndoshta ishte hera parë, isha skeptike se si do shkonte, megjithatë sfidat na bëjnë më të fortë dhe unë e kam pjesë time në këtë që marr përsipër gjëra të reja që i shërbejnë gjithmonë nxënësve dhe komunitetit. Atëherë, çfarë mendimi keni për pjesëmarrjen që ka aktiviteti i sotëm? Është një pjesëmarrje e jashtëzakonshme. Pjesëmarrje që nuk e kishim imagjinuar dhe menduar që do kishte kaq shumë prindër të afërm, shok, shoqe që do vizitonin projektet e tyre. Një pjesëmarrje që nuk di se kishim imagjinuar, thash ndonjëherë që kaq shumë pjesëmarrës, kaq shumë prindër dhe mbështetës do ishin në krah të nxënësve për të parë projektet e tyre, të cilët kanë 2 muaj që përgatiten. Ju si drejtoresh, ku e shikoni Innovation Academy në të ardhmen? Fillimi është gjysha e punës, thot një fjalë urtë popullore. Dhe derisa një fillim prej një viti ka një sukses kaq të madh, mendoj se suksesi do jetë në vazhdim e sipër, do të jetë pa diskutim i suksesshëm ky projekt.
Mësuesit e përfshira në program theksuan se përvoja ishte e re dhe motivuese, duke konsideruar teknologjinë si një fushë që po zhvillohet me shpejtësi dhe që kërkon edukim që në moshë të vogël. Si fillim faleminderit që jeni këtu me ne sot. Ftesa më ka ardhur papritur, nuk kisha informacion që në Kavaj po hapet një qendër e tillë kursesh. Unë isha një studente që sapo isha diplomuar dhe mendoja të qëndroja në qytetin e Kavajës. Dhe në momentin që më erdhi një telefonat nga drejtoresha e këtij kursi, e mirëprita me shumë dëshirë për të punuar së pari me fëmijët, për qytetin tim që të vijë një qendër kursesh e tillë, sepse është një investim për fëmijët tanë. Teknologjia në ditët e sotme po zhvillohet akoma dhe më shumë dhe jam shumë e lumtur që ky kursi jon po merr zhvillim dita ditës. Shumë faleminderit që jeni sot me ne, edhe për mua është pak a shumë e njëjta eksperiencë, diçka e papritur dhe e re për qytetin e Kavajës. Unë kisha dhënë më përpara mësim, por të jepja në një qendër kurses ku teknologjia dhe inovacioni ishin synimi dhe pika kryesore e këtij aktiviteti, ishte diçka ndryshe dhe diçka shumë e bukur. Kemi pas kënaqësinë të shikojmë progresin e gjithë nxënësve që nga shkronjat e para në tastier, vizatimet e para në Paint, më pas duke u njohur me programimin, me bloqet e kodit dhe sot, siç mund ta shikoni edhe vetë, kanë realizuar projekte kaq të bukur. Zëri i kodimit, i cili kësaj radhe nuk vjen nga inxhinier, por nga nxënës të cilët prezantuan projekte të ndryshme, ku spikatën ide të frymëzuara nga inteligjenca artificiale, lojra edukative dhe aplikacione interaktive. Shkencëtarët e vegjël u shprehën se projekti i tyre është i frymëzuar nga ChatGPT. Kemi përdorur kode dhe variabla për të ndërtuar lojën, thanë ata. Kemi krijuar një website për të promovuar vajzat në teknologji. Future is female, future is code. Ne kemi krijuar një aeroplan me mikrobit që rrotullon helikën. Kemi punuar me ndihmën e mësueseve dhe prindërve. Kemi krijuar një piano me mikrobit që kthen kodin në muzikë reale. Përshëndetje, unë quhem Amar Lushka dhe jam në klasën e 5, jam 10 vjeçe. Ndërsa unë quhem Bril Meta dhe mbarova klasën e 5, 10 vjeçe. Okej, mund të më shpjegoni pak projektin që ju keni krijuar dhe cila ishte indicia që ju e filluat këtë projekt, pra frymëzimi nga ju erdhi? Ne kemi krijuar një aeroplan në mikrobit i cili të rrotullohet helika. Ne kemi marrë frymëzimin duke qenë se na pëlqejnë shumë udhëtimet me avion dhe donim që të krijonim një projekt sa më të bukur dhe tërheqës për ju. Okej. Mënyra se si ju e keni krijuar projektin, është 100% me kode apo ka të bëjë dhe baza materiale? Dhe baza materiale, si që shikon helika, mikrobite, ndrore, të tjera. Por edhe kodi është i vlefshëm. Atëherë, mikrobitin me cilin e keni lidhur me aeroplanin, e keni krijuar vetë apo e keni marrë të gatshëm? Mikrobitin apo aeroplanin? Mikrobitin nuk mund ta krijojmë neve, sepse nuk arrim do ta krijojmë dhe e kemi marrë nga shkolla. Atëherë keni pasur ndihmë nga të rriturit ose nga mësuesit për të krijuar pak fare këtë projektin apo e keni bërë të gjithin vetë? Kemi pasur ndihmë sepse është një projekt i vështirë për të bërë. Kemi marrë mbështetje nga prindër, na kanë ndihmuar mësuesit dhe të gjithë të rriturit që kemi. Po kodet që keni përdorur për ta hedhur këtu te kjo platforma që unë e lexoj këtu si për mikrobit, i keni krijuar të gjitha vetë apo keni marrë dhe nga inteligjenca artificiale? Krijuar vetë, gjithashtu dhe mendimin e mësueses. Mendoni se ke dhënë maksimumin për këtë projekt apo mund të jepni dhe më mirë? Ne kemi dhënë maksimumin sepse na ka pëlqyer dhe të gjithë njerëzit janë tërhequr shumë nga ky projekt. Shpresojmë që të gjithë na votojnë dhe të fitojmë të paktën një çmim. Unë quhem Qerem Cara, jam 12 vjeç dhe jam në klasë të 6. Unë quhem Xhel Çuli, jam 13 vjeç, jam klasë 8. Çuna do doja që të më prezantonit pak projektin që ju keni zhvilluar. Projekti që ne kemi zhvilluar ka lidhje me ChatGPT-n, domethënë është e frymëzuar nga ChatGPT-ja dhe e ka emrin Artificial Intelligence. Po ashtu, ne kemi përdorur shumë kode të ndryshme, si për shembull një nga më të rëndësishmet është variablet, që ndryshon pikët tek loja jon Pacman. Kodet i keni krijuar vetë apo i keni marrë të gatshme nga ChatGPT? Ne kodet i kemi zhvilluar vetë, sepse jemi në kurs kodimi tek Yes Innovation Academy. Ma tregoni pak se si funksionon projekti, ju lutem? Sigurisht. Si fillim, ne kemi lojën Pacman, por kemi dhe instruksionet. Këto këtu janë instruksionet e lojës.
Ky është butoni që të nxjerr nga instruksionet e lojës. Këtu kemi dhe lojën, po këtu është butoni home-it, që është në çdo pjesë të kodit që të rikthen nga e para. Këtu është chatboti. Zgjini gjinin tuaj. Unë po e bëj sipas vetes. Unë jam djalë. Si quheni ju? Eqrem. Sa vjeç jeni ju? Unë jam 12 vjeç. Unë jam 15 vjeç, thot roboti. Si quhet qyteti juaj? Qyteti im quhet Kavaja. Presi se kam shtu. Edhe roboti është nga Kavaja. Këtu mund të kthehemi në home. Dhe ka që ishte projekti ynë. Mendoni se mund të shtoni diçka tjetër për ta maksimizuar projektin tuaj apo mendoni se është më e mira që ju mund të jepnit? Po të kishim më shumë kohë, ne mund të kishim bërë diçka akoma më impresionive, por për momentin kemi zhvilluar këtë projekt. Unë që jam Gjeja Telite dhe kjo është bashkëpunëtore ime Shanta Shabani. Ne kemi realizuar dy projekte. I pari është një website dhe i dyti është iPhone në SpriteLab.org. Ne kemi realizuar një website me temën Girls in Code për të thyer një mit që është shkruar ndër vite që vajzat nuk mund të programojnë dot. Por jo, ndodh e kundërta në të vërtetë. Vajzat që mund të programojnë, ato mund të arrijnë gjithçka nëse kanë dëshirë dhe vullnet. Prandaj ne krijuam këtë website për të promovuar pjesëmarrjen e vajzave në botën e teknologjisë dhe po ashtu për të frymëzuar vajzat dhe gratë që ato të vazhdojnë dhe të armën të arrijnë të bëjnë projekte sa më të mrekullueshme. Website-i jonë përbohet nga 6 ndërfaqe dhe në çdo ndërfaqe ne kemi dhënë informacion të caktuar. Si për shembull në faqen e parë, ndërfaqen home kemi treguar pak për website-in, kemi dhënë disa foto të vajzave në teknologji për të dhënë shembull real. Më pas në ndërfaqen e ballë kemi treguar rreth këtij website-i. Në Women in Computing kemi vendosur në një varg teknologjik kohore, kemi treguar histori të disa grave shqiptare që kanë kontribuar në teknologji. Në ndërfaqen e events kemi treguar për eventet, në ndërfaqen team që është ndërfaqja e fundit kemi treguar ekipin ton, tregojmë vlerat çdo personi që ka kontribuar në website-in tonë. Shpresoj të ketë pëlqyer website-i. Mund të më tregoni pak projektin? Vendosur slogani The Future is Female, The Future is Code për të dhënë mesazhin më kryesor të website-it ton, që ardhmja mund të jenë dhe femrat, nuk janë vetëm djemt. Kemi përdorur 2 butona interaktiv që në momentin që ne i prekim ato lëvizin. Kemi vendosur edhe disa foto të vajzave në teknologji për të treguar disa shembuj real. Më pas kemi vendosur në Women in Computing, kemi vendosur një bazë liri kohore, disa histori të disa vajzave, të disa grave shqiptare që kanë kontribuar në teknologji. Në faqen e ballë kemi treguar misionin ton, që është të edukojmë brezin e ardhshëm që të kuptojë dhe të kuptojë që edhe femrat kanë një të ardhme dhe ato mund të kontribuojnë në teknologji. Në faqen e events kemi treguar disa evente dhe në faqen team, që është ndërfaqja e fundit, kemi treguar ekipin ton. Shumë faleminderit. Unë që jam Shanta Shabani, jam në klasë 8, tashmë jam për rrugës për klasë 9. Kam bërë një projekt në Code.org SpriteLab, një telefon virtual me të gjitha aplikacionet e tyre. Mund të më tregosh projektin? Projekti është këtu. Në fillim është faqja e parë, e cila është një wallpaper i dizenjuar me idenë e CodeFest Kavaja. Më pas hym te home screen, aty ku janë disa nga aplikacionet e ndryshme si TikToku, Instagrami, kemi Notes, kemi Reminders, gjithashtu kemi dhe orën, kemi aplikacionin e fotove, gjithashtu kemi dhe WhatsAppin, aty ku shfaqet dhe ftesa për në CodeFest Kavaja. Unë shpresoj që projektet tona t'ju pëlqejnë shumë, sepse ato nuk ishin për detyrë të tregoni pasionin ton, gjithashtu që dhe programimi nuk ndahet në gjini. Ajo ndahet nga pasioni dhe nga dhuntia. Përshëndetje, unë jam Olivia Zane. Dhe unë jam Aron Qirosi. Ne kemi krijuar një projekt në Dance Party.
Ne kemi krijuar këtë projekt me shumë lloje të ndryshme kodimesh dhe karakterit i kemi bërë të kapin ritmet e muzikës sipas kodimeve tanë. Ky projekt është deri në 40 meshër. Ky projekt tregon se teknologjia nuk ka kufide, se me imagjinat ne mund të krijojmë diçka unike. Kjo e bën teknologjinë që të kthehet në një festë festive. Atëherë te ky projekti që ju keni krijuar, ju është dashur bazë materiale? Jo. Pra projekti është 100% teknologjik? Kodet që keni përdorur të projekti janë kode që ju i keni marrë të gatshme apo i keni krijuar vetë? Dhe nëse i keni krijuar vetë, me çfarë mënyre i keni krijuar kodet? Ne kemi krijuar vetë kodimet, edhe i kemi krijuar kodimet në mënyrë të këtij aplikacioni që është kod.org. Bloqet ne i kemi mësuar të gjitha te kurse. Mund ta shikoj pak se si funksionon projekti? Projektin ne duhet t'i japim rën. Shpresoj t'ju pëlqej shumë sepse neve kemi dhënë maksimumin tonë. Përshëndetje, unë jam Majse Kërkini, jam 10 vjeçe dhe vij nga qyteti i Kavajës. Unë kam realizuar, për Codefest Kavaja, kam realizuar një piano me mikrobit. Mikrobiti është një pajisje e vogël që përdoret më shumë për të programuar dhe për të mësuar teknologjinë artificiale. Unë e zgjodha pianon sepse doja të bashkoja muzikën me teknologjinë. Gjatë këtij projekti, unë kam mësuar se si funksionon mikrobiti dhe qarqet elektrike. Mendoj se duhet votoni projektin tim sepse ai është kreativ, argëtues dhe tregon se si programimi mund të kthehet në muzikë reale. Do me thënë, projekti duhet të ndezim mikrobitin dhe kur shtypin, unë e kam bërë që të bëhet showstring Codefest Kavaja 2026. Pastaj do të shtypim betonin A dhe të kthehet në një muzikë. Edhe vetëm këto të treja funksionojnë. Këto janë çelësat që funksionojnë. Përshëndetje, unë quhem Luna Derialisi dhe jam 8 vjeçe, hidhem në klasë të 4. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Danja Kullodhi dhe jam 10 vjeçe dhe jam në klasën e 5. Përshëndetje, unë jam Elif Noka dhe jam në klasën e 5. Dhe do hyj në klasën e 5, më falni. Atëherë vajza, do doja që të shikoja pak mënyrën se si ju e keni krijuar këtë projektin dhe të më shpjegoni pak çfarë është ky projekti juaj. Kjo projekt është për AI, që ka pyetje për inteligjencën artificiale, si për shembull që bën AI gabime e të tjerë. Ky projekt flet për AI, i cili ne kemi bërë këtë projekt dhe kemi lënë të pamundurën tonë dhe ne te ky projekt kemi bërë pyetje përgjigje, por në fund fare roboti do të ngatërohet me 3 viruse. Ne bërëm me inteligjencë artificiale sepse inteligjencë artificiale po avancon shumë në këtë kohë. Projekti juaj është 100% teknologji apo ka përdorur dhe bazë materiale? Si për shembull ndonjë projekt fizik apo e keni totalisht me kode? Unë mendoj se e kam totalisht me kodim se ne jemi dhe në program kodime tani. E kuptoj. Atëherë, kodet që keni përdorur për të projekti i keni krijuar vetë apo i keni marrë dhe disa të gatshme ndoshta me ndihmën e mësuesve që keni në kurs? Ne kemi marrë me ndihmën e mësuesve, por edhe vetë. Okej, atëherë do më shpjegoni pak se si funksionon projekti? Projektin do doja që të ma shpjegonte se cila vajzë për pjesën që i ka pëlqyer më shumë. Okej? Pra, do doja një prezantim nga të treja. Vazhdoj. Stop. Okej. Vazhdoj? Tani, mua më pëlqen pjesa me pyetjet e AI, se edhe unë bëra kurioze se çfarë është AI. Edhe mua pa ajo pjesë më pëlqen. Mua më pëlqen mbyllja.
Mund ta vazhdojmë me prezantimin? E ardhmja është AI, Kavaja Code Fest. Përshëndetje fëmijë, faleminderit që erdhët. Siç e shikoni, sot ju kam thënë një mik. Ai është një robot i cili është ndërtuar me inteligjencën artificiale. Çfarë është inteligjenca artificiale? Roboti do rregoj për këtë edhe më shumë pyetje të tjera që keni. Pse? Flet ai? Sigurisht që po. Unë po largohem dhe pyetje me të. Mirupafshim fëmijë. Mirupafshim. Heri, robot, çfarë është inteligjenca artificiale? Inteligjenca artificiale, AI, është kur një kompjuter ose telefon mëson të bëjë gjëra që zakonisht i bën një njeri. Si për shembull, të përgjigjet në pyetje, të njohë zërin ose fytyrën, të sugjerojë video ose lojra. Përgjigjet për çdo pyetje? Po. Edhe për detyrat? Po. Robot, në cilën fushë përdoret AI? AI përdoret në arsim, mjekësi, transport, industri dhe shumë fusha të tjera. Ajo ndihmon në përmirësimin e shërbimeve dhe kursimin e kohës. Kur përdoret AI në jetën e përditshme? AI përdoret në telefonat inteligjent, rrjetet sociale, makinat inteligjent dhe asistentët virtual. Cili është një shembull i AI? ChatGPT është një shembull i AI që mund të bisedojë dhe të përgjigjet në pyetje. Cilat janë disa përparësi të AI? AI kursen kohë, rrit saktësinë dhe ndihmon në kryerjen e detyrave të vështira. A është AI gjithmonë e saktë? Okej. Jo, ndonjëherë AI mund të bëjë gabime dhe nëse të dhënat përdor nuk janë të sakta ose plot. Goca super fare. Tani ne do ta presim dhe do ta vendosim bitin aty. Bravo. Ma mbyllë është mesazh? Okej, ma ço të mbyllë dhe vetëm mesazhet. Ço të mbyllë? Do të bëj gjithë projektin nga fillimi që të shkojë te mbyllja. Sepse nuk mund të lexoj mesazhet? Mund ta bësh mbyllën në fjalët tua. Dy mesazhe. Dy mesazhe janë. E ardhmja. E ardhmja po ndërtohet sot me teknologjinë artificiale. Nëse besoni te inovacionet dhe teknologjia, votoni projektin tonë. Sot është një projekt, nesër mund të jetë një shpikë që ndryshon botën. Kavaja Code Fest u shndrua në një platformë ku teknologjia u bë mjet shprehjeje për fëmijët, duke treguar se inovacioni nuk njeh moshë dhe se edukimi digjital mund të nisë që në bankat e para të shkollës. Organizatorët synojnë që festivali të kthehet në traditë dhe të zgjerohet edhe më tej në rajon, me Kavajën si një pikë referimi për inovacionin e të rinjve.